Për menun tuaj të nesërme ju propozojmë që për pjatë të parë të përgatisni musak me makarona. Për përgatitjen e këtij specialiteti për 4 persona ju nevojiten këto prodhime: 300 gram makarona në formë të guaskave, 300 gram mish i grirë, 3 karrota, 1 domate, 80 gram gjallë, 100 gram parmezan, 30 gram miell, 1 lugë erza të përzjera, 1 arë muskati, 300 ml qumësht, vaj, krip dhe piper i zi. Koha e nevojshme për përgatitjen e musakës me makarona është 50 minuta. Karotat i presim në feta të holla të pjerta. I presim në copë të gjata. Domates ja presim bishtin dhe më pas e presim në kube. Në tenxhere me ujë të valuar në zjarr, hedhim vaj. Hedhim krip. Në tenxhere vë makaronat. Në tiganin në zjarr hedhim vaj. Në vajin e nxehtë skuqim mishin e grirë. Përzjej me lugë. Përzjejmë edhe makaronat. Pasi skuqet mishi, në tigan shtojmë karrotat e prera. Përzjejmë gjatë skuqjes. Hedhim krip. Grim piper të zi. Shtojmë erza të përzjera. Përzjejmë. Në tigan shtojmë domaten e prerë. Shtojmë edhe pak ujë. Përzjejmë. Tenxheren me makaronat e zjera e heqim nga zjarri. Makaronat e zjera i shplaj me ujë të ftohtë në kullojs. Tiganin me mish e heqim nga zjarri. Në një tigan tjetër në zjarr hedhim gjalpin. Shtojmë mielin. Përzjejmë pa ndërprer me lugë. Duke përzjer pa ndërprer me tel pushine, në tigan shtojmë qumshtin. Shtojmë edhe arën e muskatit të grirë. Hedhim krip. Përzjejmë tel.
Pasi beshamel sosi fiton densin e duhur, tiganin e heqim nga zjarri. Në tavë hedhim vaj. Me furç lyejm tër brendin e tavës. Në tavë vëm nga makaronat. Sipër makaronave vëm nga mishi i grirë. Sipër mishit vëm beshamel sos. Përsëri vëm një rend makarona. Sipër tyre vëm mishin e grirë të mbetur. Sipër mishit vëm beshamelin e mbetur. Në tavë hedhim parmezan. Tavën e vëm në furrë. Pjekim 20 minuta në temperaturë 200 gradë. Tavën e nxjerrim nga furra. Musakën e presim në copë. Dy copë me makarona, musake i vëm në pjatën për servirje. Zbukuroj me feta domate. Nga ana tjetër e pjatës vëm copë të pjerta karote. Zbukurimin e përfundojmë me de kopri dhe degne e xhiku. Me këtë pjatë rekomandohet vera e thatë e bardhë cilësore e llojit të rushit Riesling, me aromë frutash dhe freski karakteristike dhe me një finish të gjatë dhe të thatë. Serviret në temperaturë prej 10 deri në 12 gradë. Ju bëftë mirë.